Противно на закон si počnala nova divogradba. Kryetarja e qytetit të Shkupit, Danel Arsovska, këtë mëngjes doli në teren për të kontrolluar se kush po ndërton në afërsi të urës së Bitpazarit, pjesë e komunës së Çajirit. Господине Вака, не е нищо спорно, само трябва да ни кажете кой ви повикал да го сервисирате. Për gati një orë ajo transmetoi drejt për drejt në Facebook bisedën që kishte me dikë që po vendoste aty pranë një tualet të lëvizshëm. Еве го овој на главен булевар si počnal minatata nedella da gradi. Arsovska pretendon se për rreth bulevardit ka filluar ndërtimi i egër, ndërsa tha se denoncimin e kanë bërë fqinjët e shqetësuar. Овој објект е дивоградба. По пријава на граѓани, комши кои што се тука, имаат доставена информација дека за овој објект кој што отпочнат, еве можете да видите неделава да се гради, веќе се стигнати на втора плоча. Доле имаат ископ во висина од скоро 5 метри, необезбеден, кој што е опасен за граѓаните. Kryetari i Çajirit Visar Ganiu thotë se ka letra komunikimi ku kërkon që inspektorati i qytetit të veprojë në komunën e Çajirit. Mirëpo sipas tij nuk ka pasur asnjë përgjigje deri më tani, kur Arsovska u kujtua të shkel në Çajir. Vjen mirë që zonja Arsovska pas 3 vite gjysmë i shkel kamën në Çajir, si kryetare e qytetit Shkupit. Edhe ju jeni dëshmitar para disa ditëve që unë kam edhe letra komunikimi që kërkoj që inspektorati i tyre të vepron në komunën e Çajirit. Dhe ne nuk kemi pasur përgjigje, asnjë përgjigje deri tani. Derisa Arsovska ishte në inspektim në teren, Ganiu ishte në një ngjarje tjetër të paralajmëruar që mbrëm. Arsovska live në Facebook i bënte thirrje që të shkonte në ballafaqim, por Ganiu tha se ajo qëllimisht e bën këtë thirrje kur ka përplasje terminash, ndërsa nga ana tjetër ka gati 3 vite që kryetaria nuk i ka thirrur për takim kryetarët e komunave të Shkupit. Arsovska i bëri ftesë që kur të doj Ganiu të caktoj kohën dhe vendin për t'u takuar. Pas objektit të ura e Bitpazarit, ajo shkoi edhe në lokacione tjera në Çajir për të treguar ndërtesat për të cilat thotë se nuk kanë dokumentacion.